Mes maleve të larta që duket sikur prekin qiellin dhe gjelbërimit të jashtëzakonshëm rrjedh lumi Shkumbin, një perlë natyrore që gjeografikisht konsiderohet si shënjuesi i kufirit mes veriut dhe jugut të Shqipërisë. Natyra egër, e padëmtuar nga faktori njeri, po tërheq çdo vite më shumë vizitor vendas dhe të huaj, kryesisht të apasionuarit pas turizmit të aventurës. Rafting në ujërat e lumit Shkumbin nuk është vetëm një sport, por një udhëtim drejt zemrës së Shqipërisë, ku valët e kësaj rrjedhje të ftojnë të ndjesh të bukurën, të bëhesh një me natyrën. Lumi Shkumbin është thyer një stacion për rafting. Sot jemi me më shumë se 40 spanjoll, të cilët vinë për herë të parë në fakt Shqipëri, por për herë të parë edhe në Shkumbin për rafting. Po Elbasani ka potencial shumë të madh për turizmin aventurës, ku hyn edhe rafting. Kemi hiking, kemi ecje me bicikleta apo edhe parashutizmi. Kështu që janë gjitha këto përveç gastronomisë, që është akoma më e famshme. Këtë fundjavë 42 turistë spanjoll po shijojnë natyrën shqiptare, duke mos hezituar të ndajnë me ne përvojën unike të rafting në rrjedhën e Shkumbinit. Vim për herë të parë në Shqipëri, jemi duke shijuar gjithçka nga ushqimet e shijshme tradicionale, bukuritë e egra të natyrës, deri tek emocionet e forta që ofron çdo kthes e këtij lumi. Vizituam së pari Tiranën, mandej erdhëm këtu ku gjetëm këtë natyrë fantastike. Njerëzit këtu janë shumë të bukur, por mbi të gjitha shumë mikpritës. Kemi provuar disa gatime tradicionale shqiptare, një kuzhinë mesdhetare vërtet e pasur, çdo gjë fantastike. Tani bëm rafting në Shkumbin, përjetuam një adrenalinë të jashtëzakonshme. Ky vend është i mrekullueshëm. Kjo është një jehon e lumit Shkumbin, që thërret turist nga e gjithë bota të vinë për të njohur historinë e këtij vendi, të shijojnë valët e tij dhe të marrin me vete kujtime të paharrueshme.